Kjo seancë e jashtëzakonshme, debat parlamentar, është e domosdoshme pasi që rritja e vazhdueshme e çmimit të naftës nuk është thjesht një lëvizje në treg, por është baza e një krize ekonomike dhe sociale me ndikim të drejtë për drejtë në çdo familje dhe çdo biznes të Kosovës. Duke marrë parasysh se edhe para ngritjes së çmimit të naftës, vendi përballej me një normë të lartë të inflacionit prej 6%, mbi këtë rritja e çmimit të naftës përkthehet automatikisht në rritje tutje të çmimeve të gjitha produkteve bazike dhe shërbimeve, pasi që ekonomia jonë varet kryesisht nga importi. Pra, nafta në Kosovë nuk është vetëm një produkt, është çmim bazë i ekonomisë. Përkundër të gjitha këtyre, institucionet e Republikës Kosovës deri më tani nuk kanë ndërmarrë asnjë masë për të mbrojtur qytetarët, duke i lënë barrën e plot tek qytetarët.